Pësimet janë mësime që na mësuan se si të sfidojmë. Proverbi pësimet janë mësime përmbledh një të vërtet të thjesht por thelbësore. Një përvojë e vështirë mund të shërbejë si një leksion i vlefshëm. Kjo shprehje na sugjeron se dështimet, vuajtjet dhe sprovat nuk janë thjesht pengesa, por mundësi për rritje dhe kuptim më të thellë të jetës, janë porta përmes të cilave ne hymë në të nesërmen e sfidave dhe arritjeve. Stoikët si Seneca dhe Epikteti besonin se vuajtjet janë një shkollë për shpirtin. Ata e shihnin fatkeqësinë jo si një fund, por si një sfidë që na bën më të fortë. Friedrich Nietzsche ka një shprehje monumentale sipas të cilës ajo që nuk na vret na bën më të fortë, duke parë vuajtjen si një forcë transformuese. Pragmatizmi filozofik e vlerëson përvojën si burimin kryesor të dijes. Ne, thotë James, mësojmë më shumë nga gabimet dhe sfidat se nga sukseset e lehta. Në psikologji, teoria e të mësuarit përmes përvojës tregon se njerëzit formojnë kuptimin më të fortë nga përvojat personale. Një gabim ose një dështim krijon kujtesë të thellë dhe rrit ndërgjegjësimin. Psikologjia pozitive e thekson rëndësinë e rregullit pas një dështimi. Njerëzit që përpunojnë humbjet dhe pësimet e tyre me reflektim kanë më shumë gjas që të bëhen më të mençur dhe më të qëndrueshëm emocionalisht. Shoqëritë tradicionale shpesh e kanë parë pësimin si një rrugë drejt urtësisë. Në kulturën popullore, të moshuarit konsiderohen të mençur sepse kanë kaluar më shumë sprova dhe kanë nxjerrë më shumë mësime prej tyre. Në botën moderne, njerëzit përpiqen që të shmangin pësimet, por ironikisht kjo shmangje mund të kufizojë zhvillimin e tyre personal. Në jetën e përditshme, një dështim në punë mund të shërbejë për të kuptuar më mirë aftësinë dhe kufizimet tona. Në marrëdhënie, një zhgënjim mund të na mësojë të jemi më të kujdesshëm, të kuptojmë më mirë njerëzit dhe të vendosim kufi më të shëndetshëm. Në artë dhe krijimtari, shumë nga veprat më të mëdha janë frymëzuar nga vuajtja dhe pësimet personale të autorëve të tyre. Pësimet janë mësime, është një thirrje për të mos e parë vuajtjen si dështim, por si mundësi për të rritur dhe për të bërë më të mençur. Nuk mjafton vetëm të pësosh, duhet të reflektosh, të analizosh dhe të mësosh prej tyre. Përndryshe, rrezikojmë të përsëritim të njëjtët gabime.